jo që shta Demasa nona vakive Kosova, sepse është sui generis, kështu me ndonë në gjuhën tjetër, po gjithsesi zgjedhje nuk mendoj që shkojmë, sepse tani dhezën motorat. Indikacionet janë që, edhe jo vetëm nga deklaratat e eksponentëve të partisë të mandatarit të vetëvendosis, po gjithsesi edhe informatat janë që ka këtë herë tentim serios për me kalu Rubikonin e refuzimeve politike, qoftë estetike, qoftë jo estetike të LDK-s. Dhe kjo natyrisht nuk më varet prej vetëvendosis dhe Albin Kurtit me këshyrë kështu në analizën dhe në qëndrimin politik që kanë ata, por më varet prej kapacitetit në këtë rast të LDK-s, të leadershipit të LDK-s, me te kalu inatët edhe problemet e leadershipit të fragmentizuar, të themi kështu, të LDK-s për vendimarje për po apo për jo, sepse problemi me LDK-n si partije tretë nuk po është poja domosdo ose joja domosdo, po është mos përgjigja dhe mungesa akuzimit. Prandaj kemi për jo janë përgjigjur. Prej 10 shkurtit të tutje kanë thënë që jo, ne jemi në opozit, verdikti i qytetarëve të Kosovës është ky, jemi në opozit. Madje edhe sot u potencu nga zoti Aziri që për faktin që ne jemi do partia tretë, ne nuk dojna me një qeveri. Edhe ne do kërkojmë qeveri vetëm kur është fituese zgjedhjeve, edhe merr mandatarin e krijon qeverinë. Domethënë kjo ishte përgjigjja atyre. Në cëllën faqe shkencave politike ke lexuar të zotit e Masaj? Teoria dhe praktika parlamentare e Arsim Bajramit. Ai, shumë po shihet. A ka pas fusnota, s'ka pas citate. S'ka pas fusnota, po vetë ka shpi. Gjithmonë pronësi intelektuale dinaj. Edhe prandaj mendoj që tjetërsen janë deklaratat politike, tjetërsen është për një me. Nuk ka pas deklarat, Blerim. Ideja ke kjo, te joja. Që paqartësia është që LDK nuk thot as pas jo. LDK ka pas jo të modë. Që se merë kalop qështu, atër që edhe unë po ta kthe kalop. Qartë. Bardezi. Kur tham deklarat, mendoj vendim politik për po dhe jo. A deklaratat, edhe ato fiskulturat. Vendim politik ka pas për këshillit. Vendim politik për këshillit ka pas, pe i kryesisë. Që shkojmë. Vendimi politik. Madje jo vetëm me vetëvendosin, po edhe